Lufta në Iran, lufta në Ukrainë, por dhe marrëdhëniet e tensionuara midis Aleancës Euro-Atlantike dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës kanë bërë që generalet më të lartë të NATO-s të mblidhen në Bruksel për të diskutuar për të ardhmen e Aleancës Euro-Atlantike, por edhe mënyrën se si kjo aleancë do të mbrohet. Dhe nevoja urgjente që aleatët e NATO-s të rrisin prodhimin e armëve në dritën e luftës është edhe në krye të agjendës së takimit të shefave ushtarak. Ushtria amerikane po shpenzon sasi të mëdha municionesh me cilësi të lartë, duke përfshirë pjesë të konsiderueshme të sistemeve të saj, shumë të shtrenjta të mbrojtjes ajrore dhe raketore Patriot. Shifrat e publikuara nga Pentagoni më 12 maj tregojnë se lufta në Iran i ka kushtuar ushtrisë amerikane më shumë se 29 miliard dollar deri më tani, dhe kur duket se ende nuk ka një paqe mes të dyja palëve. Dhe aleatët e NATO-s janë të shqetësuar se pajisjet komplekse ushtarake që forcojnë garancitë e sigurisë së aleancës nuk mund të rimbushen në kohë për të mbajtur ritmin me konsumimin e furnizimeve të veta nga ushtria amerikane. Në samitin e kësaj jave, shefat ushtarak të NATO-s nga 32 shtetet anëtare do të shqyrtojnë ndikimin që konsumimi i vazhdueshëm dhe i shpejtë mund të ketë në aftësitë kolektive dhe fuqinë parandaluese të NATO-s, ndërsa Rusia nga ana tjetër vazhdon të kërcënojë aleatët. Lufta e vazhdueshme në Iran, e cila ka mbytur zinxhirin global të furnizimit me naftë, gaz dhe mallra të tjera nga gjiri, si pasojë e mbylljes së ngushtisë së Hormuzit, është shembull kryesor se pse NATO duhet ta kishte rritur prodhimin e saj të armëve disa kohë më parë, janë shprehur disa nga kritikët, të cilët janë duke analizuar aktualisht takimin e generalëve të lartë. Një aspekt tjetër i takimit të së martës do të jetë paraqitja e vlerësimit ushtarak mbi aftësinë aktuale të përgjithshme të NATO-s, duke përfshirë ndikimin e vendimit të fundit të Washingtonit për të anuluar një brigadë force me mbi 4000 trupash në Poloni. Pas 4 vitesh luftë në Ukrainë, por po ashtu edhe lodhja nga lufta në Iran, marrëdhëniet e tensionuara me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, me sa duket po vënë në lëvizje Aleancën Euro-Atlantike, e cila duhet të gjejë mënyrën se si duhet të veprojë në vitet e ardhshme. Nëse ajo do të mbetet pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse do të duhet të përballen presidenti rus Vladimir Putin, dhe po ashtu mënyrën se si mund të gjejë armët e reja në çfarëdo lloj momenti që mund të ndihet e kërcënuar.